Pejgamberi Allahut thot, një grua e cila i ndron teshat e saj, pra i hek teshat, jo në shtëpinë e saj, një grua i cila i hek teshat e saj, jo në shtëpinë e saj, e ka hek perdën e Allahut mes asaj dhe turpit të saj. Para mendoj një grua e cila vetëm i ndron teshat në shtëpinë e dërgujt. E çka të flasmi tash për bazen? Vallai kanë qenë i bazen pidojnë. 4 metra ato, 4 metra na kiton. Çka të flasmi për det? Shkon me ekër e umën vend kiton me kancer. Çka të flasmi për haramet të cilët ati ku Allahu Azza wa Jalla është i dhënë mos lip ilaç. Pse ju nuk shkoni për ilaç? Po ju shkoni vetëm për shkak disa adetse pa shku zban hiç. Me i dhru Allahun, me i dhru pejgamberin Allah, me hek molestë.